Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Një urim I cili vjen prej një rrugtimi 2000 vjeçar në ditët tona. Ëngjit tek varri I Jezusit u thon grave, pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Krishti është I gjallë. Dhe gratë si dëshmitarët e para okulare të varrit bosh shkojnë me nxitim në shtëpinë ku dishepujt e Jezusit ishin mbyllur për shkak të frikës së tyre. Se çfarë kishte ndodhur me Jezusin, do të ndodhte edhe me ta. Ata nuk e dinin të vërtetën e madhe të përmbushjes së premtimeve të Perëndis mbi ngjalljen e Krishtit. Gratë shkojnë tek shtëpia e frikrave të dishepujve dhe u thonë atyre, Krishti është I gjallë. Ne ishim tek varri. Guri që ishte vendosur si një portë atje nuk është më. Pam vetëm pëlhurat me cilat ishte mbështjellë trupi I Zotit ton. Jezusi nuk është më në varr. Dhe u tregoj një histori në Ëngjëve. Një urim I cili mbështetet me një deklaratë. Deklaratën hyjnore që vjen në botën e njerëzve mbi ngjalljen e Krishtit. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Miq, qoftë kjo Pashkë e vitit 2026. Kalimi matan për ju, familjen tuaj. E lutem që bekimet e Zotit jenë mbi gjithë ju, mbi Shqipërinë tonë të dashur. Pashkë do të thotë kalosh matan. Ashtu siç kaloi populli I Perëndis në kohën e Mojsiut detin nga skllavëria e Egjiptit drejt tokës së premtuar, kështu të kalojmë të gjithë ne matan nëpërmjet fuqisë së gjakut të qingjit të Zotit, Krishtit, të vetëmëlindurit birë Perëndie. E unë lutem që të jetë bekim kjo Pashkë për gjithë ju, jo vetëm kjo e diel, por nga ky stacion të nisim të gjithë një udhtim besimi. Të nisim të gjithë një udhtim të mbushur plot shpresë, sepse Zoti nuk na ka braktisur, por Ai është me ne. A nuk është kjo edhe një nga të vërtetat e mëdha të Biblës në lidhje me një prej emrave të Zotit Jezus, Emanuel, Zoti me ne. Në këtë ditë ku ne të gjithë kujtojmë ngjalljen e Krishtit, mundjen e vdekjes, fitoren e madhe të Zotit për njeriu me një trup njerëzor, unë të shoj të ndaj për të gjithë ju disa të vërteta të mëdha mbi faktet e ringjalljes. Nga e dim ne, edhe pse jemi të sigurt, që Jezusi realisht u ngjall nga vdekja. Tregojt historia e Fjodor Dostojevskit, shkrimtarit famshëm rus, I cili pasi dënohet me vdekje, falet në momentin e fundit. Kalon vite të tëra në kampet e Siberis dhe kur del prej andej me bindje të pathyeshme rrëfen. Nëse dikush më provon se vërteta është jashtë Krishtit, unë do të zgjedh të jem me Krishtin se sa me të vërtetën. Pse? Sepse ky njeri pa se në Krishtin nuk ka vetëm mësim, por ka jetë. Jetë që nuk vdes. Në thelb, premtimet e Perëndis për shpëtimin e njeriu të gjitha plotësohen në Jezu Krishtin. Faktet e ringjalljes, unë do t'i rëndis për ju dhe do t'i kaloj më një herë në mënyrë që nga sot të gjithë ne të jemi të sigurt që deklaratat e ungjilltarëve, shpallja publike e ëngjëve në lidhje me ngjalljen e Krishtit nuk janë një mit. E vërteta e parë e ngjalljes së Krishtit, e cila na vjen e faktuar përgjatë historisë, është varri bosh. Mateu 28, 6 vargjet e para na tregojnë që kur gratë shkojnë tek varri, ato gjejnë varrin bosh. Armiqt nuk mundën të paraqesin trupin. Guri ishte e rrogullisur. Nëse trupi I Krishtit do të ishte aty, krishterimi do të kishte vdekur që në ditën e tij të parë. E të mendosh, sa fe ka sot në botë? Pafund. Të gjithë kanë profet, të cilët një pjesë kumtuan të vërtetat hyjnore, një pjesë pretenduan se I kumtuan këto të vërteta, por dallimi universal I krishterimit nga të gjitha fetet tjera është pikërisht këtu. Zoti me një trup njerëzor mundi vdekjen në vendin tonë. E vërteta e dytë janë dëshmitarët e parë. Gratë të cilat shkuan tek varri. E dini që në kulturën ku dëshmia e grave nuk ishte peshë reale, ligjore, u ngjiti vendosin ato si dëshmitarët e para. Kjo nuk është propagandë, por është autenticitet, I cili është I pandryshueshëm. E vërteta e tretë
shfaqet e shumë fishta të Jezusit, i shfaqet Maria Magdalenës, dishepujve të tij 2 herë në 2 të diela të ndryshme, 2 dishepujve të tjerë në rrugën drejt Emausit, më pas 500 dishepujve, njerëzve njëherëshi në malin e ullinjve përpara se ai të ngjitet lart në qiell. A dini që Jezusi pasi u ringjall nga vdekja qëndroi në tokë 40 ditë i gjallë dhe u takua shumë herë me dishepujt e tij duke i treguar që ai e kishte mundur vdekjen, armiku më të madh të njeriut. E vërteta e katërt është transformimi i jetës së dishepujve të Krishtit, nga njerëz të friksuar, ata u shndruan në predikues të guximshëm, nga njerëz të cilët fshieshin, ata u bën martirët e epokës që nis me ngjalljen e Krishtit nga të vdekurit. Askush nuk vdes për një gënjeshtër që e di se është gënjeshtër. Fakti i 5, konvertimi i armiqve. Pali apostull nga përndjekës shndrohet në apostull. E jo pak dëshmitar të tjerë të cilët dëgjuan ungjillin dhe vërteta e madhe e Krishtit transformoi jetën e tyre. Ata të cilët kishin qenë më parë armiq të besimit u shndruan në dëshmor dhe martir të Krishtit. Fakti i 6 është lindja e kishës, e cila fillon si një lëvizje e vogël në Jeruzalem, më pas përhapet në të gjithë botën, jo nëpërmjet pushtetit politik, as pushtetit ushtarak. Ju kujtoj që deri në vitin 315 pas Krishtit, kisha e krishterë ishte e persekutuar nën pushtetin dhe autoritetin e perandorëve të Romës, me qindra dhe mijëra besimtarë të Krishtit u martirizuan për shkak se nuk ishin gati të hiqnin dorë nga besimi. Kjo është e jashtëzakonshme. Fakti 7 është e diela, dita e Zotit. Hebrejt ndryshuan ditën e adhurimit nga shtunë në të dielën, jo për 3 ditë, por për një ngjarje, ringjalljen. Ringjallja është vula e hyjnisë së Krishtit. Kryqi mund shihej si dështim, kryqëzimi mund shihej si triumfi së keqes mbi të mirën, por ringjallja është deklarata e qiellit, ky është biri im i dashur. Së dyti, ringjallja shikohet si triumf mbi vdekjen. Vdekja është armiku universal i njerëzit. As filozofia, as pushteti, as shkenca nuk e kanë mundur dot vdekjen. Por Krishti nuk e shmangu atë. Ai hyri brenda saj dhe e mundi nga brenda. Së treti, ringjallja, fillimi i krijimit të ri. Ky nuk është thjesht një rikthim në jetë, është një jetë e re, e përjetshme, e lartësuar. Krishti është fryti i parë i kësaj jete, ndërsa Bibla shpall që ne do të jemi e korra që do të vijë. Së katërti, ringjallja është përgjigje ndaj absurdit. Nëse nuk ka ringjallje, vuajtja është absurde. Drejtësia është iluzion, vdekja ka fjalën e fundit. Por nëse Krishti u ringjall, kuptimi, drejtësia dhe shpresa janë reale. Së pesti, ringjallja është thirrje personale që drejtohet ty, nuk është vetëm histori. A je ende në varrin tënd shpirtëror? Apo ke hyrë në jetën e re? Sot ringjallja kërkon një përgjigje. Dil nga vendi i frikrave, mëkatit, pasigurisë, të kaluarës që kanë pushtet mbi ty, jeto me besimin në Krishtin e ringjallur, shpallë lajmin një lloj si dishepujt, ti je dëshmitari një realiteti të gjallë. Ndryshe, varri është bosh. Por zemrat tona shpesh janë ende të mbushura me frikë. Ëngjilli tha: "Përse kërkoni të gjallin mes të vdekurve?" Dhe pyetja sot mbetet: pse kërkon një jetë gjëra të cilat nuk japin jetë? Miq, ai që kishte vdekur më parë, sot është i ngritur nga vdekja. Jezusi është i gjallë. Dhe ai nuk është vetëm një figurë historike, pa ishte mbreti i gjallë që të drejtohet ty në emër, një lloj siç ju drejtua Zakeut, dishepujve e njerëzve të cilët ai takoi ndërsa ishte mes tyre në këtë botë. Lutem që nëpërmjet këtij mesazhi të kësaj pashke të mund të dëgjosh zërin e tij këtu në zemrën tënde. Jezusi i Nazaretit thotë: "Unë qëndroj tek porta dhe trokas." Është fjala për portën e zemrës tënde, dhe nëse ti e dëgjon këtë trokitje dhe hap zemrën, ai do të vijë të darkojë me ty. Le të lutemi së bashku. Zoti i ringjalljes, faleminderit që varri nuk pati fjalën e fundit. Ringjall tek unë besimin dhe shpresën. Më hap syt shpirtëror që të mund të nis një udhtim të ri me ty dhe me guximin që të shpall të vërtetën e ringjalljes kudo.
Zot bekoj burra dhe gratë, të cilët janë duke ndjekur këtë mesazh të shkurtër të Pashkës, ngjalljes së Krishtit këtë ditë. Lutem që të jetë kalimi i tyre me ata, Pashka e tyre. Krishti mos jetë një metaforë për ta, mos jetë thjesht një figurë historike, por të jetë shpëtimtar, Zot edhe mbret, e të bëhet për të gjithë ne një mik më i afërt se sa një vëlla. Të falenderojmë ty o Zot për dashurinë tënde të madhe. Në emrin e Jezusit. Amen. Zoti me ju miq. Uroj që të keni një të diel super të bekuar me familjet tuaja. E qoftë kjo Pashkë për gjithë ju dhe për ne, kalimi me ata.